Mirëmëngjes. Ka shumë mundësi që në fund të kësaj video edhe mund të më arrestojnë, edhe mund të më hetojnë, edhe mund të më gjykojnë, edhe mund të më fusin në burg. Por e vërteta është e vërtetë dhe nuk e shmangim dot. Tani për t'ju shpjeguar pak më qartë, Parlamenti dje ka miratuar ligjin me demek për barazinë gjinore. Dhe me 77 vota ku diun se çfarë, në një vend si Shqipëria, ku ka 1 milion probleme të tjera, ne merremi me këto lloj ligjesh dhe me këto lloj amendimesh e ku diun se çfarë. Çfarë parashikon ligji në thelb? Në thelb, ligji parashikon që nuk ka më dy gjini të njohura zyrtarisht, po ka më tepër se sa kaq. Që do të thotë, në qoftë se ti nuk ndjehesh femër, mund të ndjehesh çfarë të duash ti. Nëse ti nuk ndjehesh mashkull, mund të ndjehesh çfarë duash ti. Madje parashikon edhe këtë tjetrën, që ti mund të dënohesh, mund të arrestohesh dhe mund të përbësh shkelje, vepër penale, nëse ti nuk e respekton tjetrin kur të thotë tjetri, shiko, unë jam piston. Pra ti nuk mund t'i thuash tjetrit që thot unë jam beton, nuk mund t'i thuash jo, ti nuk je beton, po je mashkull. Nuk mund t'i thuash tjetrit që thot unë jam karrige, nuk mund t'i thuash që ti je femër, sepse kështu parashikon ligji që ti mund të dënohesh me ligj. Tani e kuptoni se çfarë po ndodh në këtë vend. Pra, në një vend, siç e thash më përpara, që ka 1 miliard halle të tjera, që ka probleme sociale, që ka probleme politike, që ka probleme ekonomike, që ka probleme deri diku nganjëherë edhe familjare, neve gjejmë kohën, si me qenë një shtet i konsoliduar nga gjitha anët, gjejmë kohën për të miratuar të tilla ligje dhe të tilla rregulla. Ndërkohë që në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë, në Amerikë, në një vend që por në vendin number 1 në botë, gjykata i ka dhënë të drejtë presidentit Trump që në Amerikë nuk ka më shumë se sa 2 gjini, ka vetëm mashkull dhe femër. Por neve, si gjithmonë, ne jemi më mirë se Amerika, ne jemi më të zgjuar se bota, ne jemi më të zgjuar se Europa, që në fakt edhe në Europë, jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë këtë ligj, madje 3/4 i vendeve nuk e kanë preferuar, nuk e kundërshtojnë këtë lloj ligji, por neve jemi ndryshe. Ne jemi në një planet krejt tjetër dhe ne jemi, ne jemi gjeni të politikës europiane. Çfarë t'ju them? Mbase edhe mund të më arrestojnë sot, meqense unë nuk do t'i njoh njerëzit. Nuk do t'i njoh njerëzit si asfalt, si pandofla, si si numra, si makina. Unë do t'i njoh njerëzit me emra, do t'i njoh gjinit siç ne ka fal Zoti dhe gjua shqipe, mashkull dhe femër, femrore dhe mashkullore. Pra unë do t'i njoh njerëzit si personazhe, si personalitete. Njeriu ka emër mbi emër, ka një gjini, o është mashkull, o është femër, ka një profesion, ka një identitet vetin, dhe unë kështu do t'i njoh njerëzit. Pastaj, a përbën kjo vepër penale, a të arrestojnë, apo s'të arrestojnë, a të dënojnë me burg, apo nuk të dënojnë, I don't give a fuck.